Mirdita. Së pari, duhet dënoj me forcën më të madhe arrestimin e 4 të rive shqiptar në Beograd, me urdhër të Aleksandar Vučić, kreu të organizacës kriminale të Beogradit. Të rinjt shqiptar janë arrestuar për fajin e vetëm se njëri prej tyre ka postuar në Facebook apo në Instagram një flamur shqiptar me portretet e Ismail Qemalit dhe Isa Boletinit. Dhe sipas organeve të Beogradit ka thënë dhe fjalë të papërshtatshme për Serbinë. Ky akt i shëmtuar e barazon Aleksandar Vučićin me Kim Jong-unin, me ajatullat apo habitullat e Afganistanit dhe ajatullat e Teheranit, dhe tregon një racizëm të papërmbajtur dhe urrëtie ndaj shqiptarëve. Dënoj me forcën më të madhe këtë akt të shëmtuar, të pashembullt, dhe kërkoj lirimin e menjëhershëm të rive shqiptar. Sikundër, i bëj thirrje komunitetit ndërkombëtar të dënoj me forcë këtë akt që të i kalon të gjitha limitet që mund të ndodhë dhe njëherë vetëm në diktaturat më të zeza. Dënoj gjithashtu heshtjen e Argatit të Vučićit në Tiranë, kreu të organizacës kriminale, Edi Rams, ndaj aktit të padronit të tij. 4 tifozëve s'kan kryer asnjë akt përveç se kanë postuar në rrjetin e tyre social status me flamur dhe kanë thënë mendimet e tyre për Serbinë, të cilat sipas Vučićit që kanë ndaluar në territorin e Republikës së Serbisë, të thuash një fjalë të keqe për Serbinë, po kjo është unike në botë. Kjo është unike në botë, kjo është turp. Ndaj kërkoj dhe njëherë lirimin urgjent. Për ndryshe opozita do të nërmarrë hapat e veta të protestave të fuqishme para përfaqësisë së Beogradit në Tiranë. Ata duhet lirohen me njëherë. Me njëherë. Së dyti, jam këtu për denoncuar shfaqjen në tregun mediatik të Telelubis. Një televizion i licencuar nga autoriteti përkatës 24 orë mbi 24 orë ka si temë të vetme lubin dhe avokatin ndaj lubis.
Nuk ka akte më të turpshme dhe më abuzive. Me hapësirën mediatike se sa të personalizosh një media me një delinkuente që de facto është krye hajdutja. Hajdutja me madhe pas Edi Ramës e kombit shqiptar.